Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit për këtë mbledhje që ishte parashikuar të bëj nesër, por duke qenë se unë dëshiroja që të bëja një komunikim me të gjithë ju lidhur me procesin e përgatitjes skuadrës 11 majit, e sollëm pikërisht sot në orën 9. Atëherë dëshiroj të ndaj me ju disa mendime në një mbledhje që është pak e pazakontë, po të marrim parasysh traditën e procesit të përgatitjes së skuadrës kombëtare të Partisë Socialiste, sepse unë besoj që edhe vetë situata, edhe vetë rëndësia, edhe vetë konteksti i këtyre zgjedhjeve është shumë i pazakontë. Dhe besoj që është me rëndësi të veçantë që të gjithë ne që jemi këtu dhe e gjithë familja jonë e madhe politike të vetëdijsohet sa më shumë për rëndësinë e jashtëzakonshme të këtyre zgjedhjeve në një kontekst jashtëzakonshëm gjeopolitik. Unë besoj që qysh se unë kam privilegjin të udhëheq këtë forcë politike dhe në të gjitha zgjedhjet e deri sotme, 9 të tilla, në asnjë prej tyre pesha e gjeopolitikës nuk ka qenë e pranishme siç është në këto zgjedhje. Këto zgjedhje zhvillohen në një kontekst dyfish të jashtëzakonshëm. Njëri është konteksti i marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian dhe i marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe me Ballkanin Perëndimor, dhe tjetri është konteksti i antarësimit ose i antarësisë son në Aleancën Euroatlantike dhe i sigurisë në tërësi. Për të dyja këto arsye madhore, zgjedhjet e 11 majit nuk janë as pak të zakonshme dhe rezultati i 11 majit është më shumë se sa rezultat i partive politike, apo në rastin ton është më shumë se sa fitore e Partisë Socialiste në vetvete. Për ne si familje politike dhe për flamurin ton ka qenë gjithmonë e rëndësisë veçantë që të fitojmë zgjedhjet. Por në 11 maj rëndësia e fitores së zgjedhjeve dhe vetë rezultati i zgjedhjeve kanë një peshë mbi të ardhmen e afërt të vendit shumë më të madhe se sa që kam pasur në të gjitha zgjedhjet e mëparshme 9 herë me radhë. Për herë të parë, qysh se unë jam në krye të Partisë Socialiste dhe pastaj edhe në krye të qeverisë,
është hapur një dritare që nuk ka qenë e hapur siç është sot në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Për herë të parë, dëshira jon dhe ambicia shqiptare për të bërë pjesë me të drejtat plota e familjes europiane përputhet me dëshirën dhe me ambicien e Bashkimit Evropian për të përfshirë në familjen e vetë Shqipërinë si asnjëherë më parë. Për të thënë, e kanë thënë gjithmonë, e ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, perspektiva juaj është e qartë, por asnjëherë yjet nuk janë përputhur si sot dhe asnjëherë konteksti gjeopolitik nuk ka qenë i favorshëm si sot për ne. Mirë po, kjo nuk është një dritare e hapur për gjithmonë. Kjo është një dritare e hapur në këtë kontekst. Dhe ky kontekst nuk është një kontekst i pandryshueshëm, por është një kontekst që mund të ndryshojë më herët se sa vonë. Dhe mundësia që marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian ose më saktë marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me ne të kthehen përsëri në business as usual që i keni bërë përparimet mbreslënse, por duhet të bëni akoma, dhe që Komisioni Evropian t'i kërkojë Këshillit Evropian që të hap dyert të tjera dhe ndërkohë aty të dalin një shtet e një shtet tjetër dhe të thonë prit njerë se kemi ne ca vrejtje dhe kjo punë nuk mund të bëhet, është një mundësi që nuk është përjashtuar. Përkundrazi, sot për sot është e lënë mënjanë sepse interesi i Bashkimit Evropian, interesi i Europës për të forcuar në të gjitha drejtimet dhe për të parë procesin e zgjerimit si një nga drejtimet e forcimit vetë, është më i madh se sa çdo gjë tjetër. Dhe këtu është dhe përputhja e rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian, dhe kjo është dritarja e hapur që Shqipëria nuk mund, nuk duhet dhe ne nuk do të lejojmë që ta humbë si mundësi. Keni parasysh që kemi dakordsuar me Bashkimin Evropian një kalendar të negociatave që është i paprecedent në historinë e integrimit dhe në proceset negociuese të BE-s me një vend kandidat. Dhe qysh nga viti i kaluar, kur filloi konkretisht të zbatohet procesi i negociatave pas procesit screening, dhe deri sot që flasim, shpejtësia me cilën ne kemi përparuar në hapjen e kapitujve është e paprecedent. Asnjë vend tjetër përpara nesh dhe asnjë vend i rajonit nuk ka ecur me këtë shpejtësi. Dhe kjo jo vetëm për meritën tonë, apo jo thjesht për meritën tonë, për të qenë më i saktë në terminologji, por rreth parë sepse vullneti i palës tjetër është i paprecedent. Ne, kur kemi ardhur në detyrë, kemi qenë brima e fundit e kavallit dhe prapambetja jonë në atë proces ishte e atill që na u desh kohë
për të afirmuar statusin e kandidatit. As për kandidat nuk na shikonin të gatshëm. Dhe në atë kohë na thuaj se në pararojt procesit ishin disa të tjerë. Tani të tjerët janë pas nesh. Dhe në ndërkohë, me malin e zi, që këtë proces që ne po e bëjmë në një kohë kaq shkurtër e ka bërë në shumë vite, jemi krah për krah. Dy vendet që mund të hynë në Bashkimin Evropian dhe kalendari që na kanë dhënë është të mbyllim negociatat në 2027. Tani pse është kjo kaq e rëndësishme për 11 majin dhe pse 11 maj është kaq i rëndësishëm për këtë? Për faktin se në ndërkohë që ne flasim sot, tani, në këtë orë, janë rreth 1000 persona të angazhuar në shtetin shqiptar që punojnë dhe si tani për ditë për negociatat. Janë afro 40 drejtues të grupeve negociatore dhe është një strukturë e cila është baza e suksesit të negociatave. Dhe qoftë edhe për të mos lëvizur me asnjë ditë procesin e planifikuar të punës së gjithë kësaj armate njerëzish, 11 maj duhet jetë vetëm vula e vullnetit popullor për t'i dhënë mandatin e 4 Partisë Socialiste me një mbështetje si asnjëherë më parë, në mënyrë që ne të mbyllim procesin dhe që të mos kemi asnjë luhatje, asnjë ditë të humbur, jo më të humbasim muaj. Se nëse ne do humbasim muaj, dritarja do mbyllet. Dhe nëse ajo dritarja do të mbyllet, ne nuk e di më se kur rikthehet në agjendë antarësimi me këtë përputhje interesash. Në fund të ditës është një gjë interesi ynë dhe interesi i çdo vendi për të hyrë në Bashkimin Evropian, është një gjë tjetër ndjekja e këtij procesi nga Komisioni Evropian në nivelin teknik dhe është komplet gjë tjetër përputhja e interesit të 27 vendeve për të thënë po, urdhëroni, ja ku e keni vendin, uluni dhe ju në tryez. Kjo e treta është më e vështira. Dhe këtë të tretën sot e kemi në dispozicion. Dhe kjo vlen për të gjithë ata që na dëgjojnë në këtë moment, vlen për të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë. Për gjithë ata që duan ta shikojnë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe antarësimi i Bashkimit Evropian sot është më shumë se asnjëherë në të gjitha këto vite një çështje ekzistenciale për popullin shqiptar dhe për shtetin shqiptar. Dhe këtu vi tek ana tjetër e medaljes që është NATO, që është gjithë kjo lëkundje e madhe tektonike në një botë ku është hapur shtegu për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës dhe ku është vënë në një lëvizje të jashtëzakonshme e gjithë gjeopolitika botërore. Ne jemi shumë të vegjël për të vendosur çfarë do qoftë në këtë kontekst madh, por ama fati ynë, interesi ynë është shumë i madh për t'u lënë në drejtim të paditur dhe në këto momente, qoftë për sa i përket
Bashkimit Evropian, qoftë përsa i përket NATO-s, zëri ynë dhe prania jonë dhe siguria jonë e brendshme, që do të thotë pozicioni ynë i sigurt, i vendosur, stabil dhe i palëkundur nga kuat që janë të mjaftueshme për këtu brenda, por që nuk mund të jehojnë jashtë perimetrit kënetës, është themelor. Nuk ka kapacitetet të tjera jashtë kapacitetet Partisë Socialiste që mund të flasin me botën sot. As me Europën, as me NATO dhe as me askën tjetër. Nuk ka. Dhe pa u futur në Bashkimin Evropian, pa u bërë antar të Bashkimit Evropian, mbetet absolutisht shumë e rëndësishme se kush qeverisë në Shqipëri. Momentin kur ne bëjmë antar të Bashkimit Evropian, se kush qeverisë në Shqipëri do të jetë relativisht e rëndësishme për ata, por edhe për themelet e funksionimit të shtetit shqiptar. Pse? Po ju marr një shembull shumë thjesht. Ka shumë rëndësi kush qeverisë në Shqipëri për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe për të ardhmen e institucioneve të drejtësisë sot. Shumë e thjeshtë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zë të lartë dhe janë përbetuar që do kthejnë mbrapsh reformën në drejtësi dhe do shkrijnë institucionet e reja të drejtësisë dhe do neutralizojnë SPAK. Ky është një shembull, po mund të marrë edhe plot shembuj tjerë, po marrë këtë që është më i prekshmi për opinionin publik. Kjo mund të bëhet vetëm nga forca që hallet e tyre me drejtësinë i kanë më të mëdha se sa lidhjet e tyre me interesin kombëtar dhe me interesin publik. Dhe këto forca janë të shpallura dhe i njeh gjithë Shqipëria, dhe i njeh gjithë bota. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik, nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë page nga Amerika për të bërë një makiazh trampist të fushatës së atyre forcave që ndryshon këtë thelb. Ky është thelbi i ndarjes si dita me natën, apo si nata me ditën, mes nesh dhe kënetës, por ky është dhe thelbi që ndan nëse Shqipëria dhe shqiptarët do ta shfrytëzojnë dritaren e hapur dhe do të bëhen antarë të Bashkimit Evropian duke i mbyllur negociatat në 2027 dhe duke hyrë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade, apo nëse do mbeten si ndonjë shtet tjetër këtu në rajon që e ka të ardhmen komplet paqartë. Ne nuk jemi Bosnjë-Hercegovina. Ne jemi Republika e Shqipërisë dhe ne kemi të gjitha ato që na duhen për ta shfrytzuar këtë dritar. Por duhet që shqiptarët të na japin mandatin më të fortë që kemi pasur ndonjëherë qysh për vitin 2013. Më të fortin. Sepse me mandatin më të fortë shqiptarëve, pastaj e di unë bashkë me ju se çfarë bëjmë edhe me Europën, edhe me Amerikën, edhe me NATO-n, edhe me të gjithë. Me dinjitet, edhe me garanci që asgjë s'lëviz. Në momentin kur e hymë në Bashkimin Evropian, nuk ka më shanse pastaj që cili do qoftë në pushtet të thotë do shkri këtë, do shkri atë, se nuk shkrin dot asgjë. Bashkimi Evropian ju duhet shqiptarëve për te interesave financiare që janë shumë të mëdha për një vend si yni, ju duhet shqiptarëve për të garantuar përfundimisht lirinë individuale e para,
për të garantuar përfundimisht barazim para ligjit, sepse sot garantët e vetëm të barazisë para ligjit jemi ne, është Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk ka askush tjetër, që garanton proceset e nisura të institucioneve të reja drejtësisë, që kanë të gjitha të metat e mundshme dhe të imagjinueshme, por që ama janë në rrugën e dur dhe që duhen mbështetur në atë rrugë me çdo çmim, edhe me marrjen përsipër të kostove. Ne nuk bërtasim për persekutim apo për padrejtësi kur institucionet e reja të drejtësisë godasin brenda nesh. Të tjerët pretendojnë që janë të burgosur politik, ose që janë partit burgosur ish politik, ose që janë të persekutuar politik. Ky është dallim katastrofik për të ardhmen. Dhe e fundit për këtë pjesë, Bashkimi Evropian na duhet për këto garanci që Shqipëria dhe shqiptarët si kanë pas kurrë në historinë e tyre, dhe për herë të parë në histori Shqipëria dhe shqiptarët nuk do të jenë as në një regjim të imponuar nga të tjerët, shëndet fjalë vërtet Klos, dhe as nuk do të jenë në një qeverisje që mund të çojë drejtim paditur, duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe për më tepër do të kenë ekstra atë që kanë vendet që hyn në Bashkimin Evropian, ku bëhet fjalë për tyre një familje të madhe, me disa të rritur dhe të fortë, dhe me disa më të vegjël dhe më të dobët, dhe ku të rriturit dhe më të fortët kontribuojnë që këta më të vegjëlit dhe më të dobtit forcohen. Janë dy kategori shtetesh: kontribusit neto dhe përfitusit neto. Kontribusit neto janë shtetet e mëdha, që japin nga vetja që përfitusit neto, si çdo të jetë Shqipëria në momentin që hyn në Bashkimin Evropian, të marrin. Dhe po ju jap vetëm një shifër, vetëm një, se ka shifra tjera që do t'i ndajmë me njerëzit në këtë proces, 300 milion euro në vit ekstra për bujqësim, që vinë nga futja në Bashkimin Evropian. Dhe në total, 1,2 miliard ekstra çdo vit për te i buxhetit dhe për te i të gjitha të ardhurave të tjera nga institucionet e ndryshme financiare. Kjo është pesha gjeopolitike e këtyre zgjedhjeve. Pesha e brendshme e këtyre zgjedhjeve natyrisht lidhet me ekonominë e 2030-s, lidhet me punën, dhe kur them puna kam parasysh të gjithë komponentët, që nga punësimi tek prodhimi, tek eksportet, tek puna e mirë paguar, lidhet me shëndetësinë e 2030-s, dhe do të na duhet të ndajmë me publikun hopin e ri cilësor që kemi tani më programuar për shëndetësinë, me arsimin e 2030-s dhe me drejtësinë dhe sigurinë e 2030-s. Për herë të parë, qysh nga viti 1990, ose nga vitet 90, kur ata që nuk e di se si e imagjinojnë që mund të rikthehen, shkatruan të gjitha bazat e industrisë ushtarake të Shqipërisë, ne po hedhim themelet e industrie të re ushtarake. Dhe në 2030 ne do të jemi një forcë industriale mes të gjitha forcave tjera të NATO-s, natyrisht në përmasën tonë ushtarake. Tani, duke ardhur tek partia dhe tek alternativa dhe tek çfarë duhet u japim ne shqiptarëve në to zgjedhje, është shumë e thjeshtë për mua. Në këto zgjedhje,
ne du të japim shqiptarëve partinë më të vjetër në eksperiencë dhe partinë më të re në energji. Nuk ka parti të reja që mund të bëjnë 100-ën e asaj që bëjmë dhe mund të bëjmë ne si një forcë e re. Sepse nuk mjafton të kesh një altoparlant edhe vetëm të shash dhe të denigrosh dhe të protestosh duke u bazuar tek gjysmë të vërtetat që në thelb janë gënjeshtat më të mëdha për të marrë përgjegjësi qeverisëse. Sot që mund ta shoh këtë nga eksperienca e gjithë këtyre viteve, them me vete çfarë kurajoje e pa imagjinueshme të jesh pa eksperiencë dhe të duash të udhëheqësh vendin, kur kujtoj veten time shumë vite përpara se sa të bëhesha kryeminist. Kështu që sot ne kemi një eksperiencë që nuk e ka asnjë parti politike, që është gjëja që quhet garanci. Dhe sot ne kemi një kapacitet në territor për t'i dhënë shqiptarëve mundësinë të zgjedhin një parti të re, më të ren e të gjitha trejave që janë në territor. Edhe numerikisht, kjo është shumë e thjeshtë. Duke votuar një parti tjetër, sikur të bjeri zari 3 herë te 6, mund të kapësh një deputet të ri. Duke votuar këtë parti, mund të përfaqësosh nga një forcë me shumë deputet të ri dhe të reja. Kjo është shumë. Dhe ndërkohë, duke i dhënë vetes kapacitet të ri përfaqësues në parlament, i jep vetes po ashtu mundësinë që të kesh një qeveri të përforcuar me eksperiencë. Janë të dyja gjërat bashkë. Tani ne kemi bërë një proces për këtë, qoftë në raport me jashtë perimetrit partisë, qoftë brenda perimetrit partisë. Qysh se kanë mbaruar zgjedhjet, sepse ata që nuk kuptojnë, ose s'duan ta kuptojnë, po mund të them që dhe nuk e kuptojnë dhe nuk ju vë faj, si fitojmë ne, dhe pastaj janë veshin fitoret tona fantazive të tyre që tregojnë që në fakt ata kanë bërë të njëjtën gjë ose do bënin të njëjtën gjë po të ishin në vendin tonë. Pra do vidhnin, do blinin, do përdornin botën e errët e tjerë, se këto janë gjëra me të cilat ne jemi përballur. Dhe e dim shumë mirë se kush i ka bërë. Nuk kanë për ta marrë vesh. Ndërkohë që ne qysh mbas zgjedhjeve të shkuara kemi filluar punën për këto zgjedhje. Ndërkohë që ne kemi bërë një organizim tërësor të Partisë Socialiste. Kemi bërë një riregjistrim tërësor të Partisë Socialiste. Dhe nga ana tjetër kemi hapur një proces me pjesën e re të shoqërisë, të cilës i kemi ofruar platformën e deputetit që duam. Dhe nga diskutimet e bëra me drejtuesit politik, unë shoh me shumë kënaqësi që një numër jo i vogël i atyre që kanë hyrë përmes asaj platforme, që në raste të tjera mbas do ishte ardhur kur dita që ti konsideronte dikush si deputet mundshëm të Partisë Socialiste, do jenë në skuadrën tonë të 11 majit. Të reja dhe të rinj, me vlera, me energji
dhe pa diskutim me një ndryshim shumë të madh nga çdo kusht tjetër që në emër të SRE-s i thot shqiptarëve mos i votoni këto partitë e vjetra. Me kapacitetin që përveç të res që përfaqësojnë dhe mishërojnë, të kenë dhe forcën për t'i vënë në jetë ato gjëra që duan të vënë në jetë, se për të marrë vota kot që në fund të ditës mos vësh asgjë në jetë se nuk të vjen radha të vendosësh gjë, është aftësi nëse i merë, po është budallëk nga ana e atyre që t'i japi. Tani, nuk kemi akoma përmbyllur të gjithë procesin, që natyrisht do të përmbyllet në kryesinë e Partisë Socialiste, por ajo që dua të ndaj me ju është e para, cili do dhe cila do për jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo punë, shkoj jo punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Të parët. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. E dyta, diskutimi ka qenë, unë e kam shprehur dhe kam thënë që drejtuesit politik duhet jenë në listën e hapur. Problemi që më duket se ka argumenti im, është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, dhe nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës, të ndeshjes nga ana jonë. Pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe me një status më të veçantë do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të orientojë gjithë skuadra, ndërkohë që skuadrat e qarqeve do të jenë super kompakte dhe duhet të kenë drejtim politik dhe drejtuesit politik duhet garantojnë që të gjithë deputetët dhe deputetët që janë në garë të kenë një hapësirë të barabartë, sa më të barabartë. Dhe asnjë drejtues politik natyrisht nuk besoj kurrë që mund të futet në preferenca se për kë duhet votojnë antarët e Partisë Socialiste dhe qytetarët. Kjo është e padiskutueshme. Dhe natyrisht e njëjta gjë vlen në rastin tim, me thënë drejtën, as e kam pasur dhe as e kam shumë idenë se pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë. Dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin.
njerëz. Kështu që kush është në listën e hapur duhet të jetë një garë shumë të barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund edhe mos janë fare në listë. Duke qenë deputet i gjithëve për detyrën që kam. Dhe për mos i zënë vendin askujt. Kjo është pak a shumë pamja sot, ndërsa për sa i përket deputet TV, po shkojmë drejt të njëjtit princip. Por do shohim deri në fund si do materializohet, të gjitha deputetet që kanë qoftë dhe një mandat do të jenë në fushë. Përpse? Për faktin se me sistemin e ri që kemi, gara është e balancuar, burrat garojnë me burrat, gratë garojnë me gratë. Dhe një gjë në fund fare. Sepse mund të jetë një diskutim i brendshëm që kontributet që kanë dhënë këta të rinj ose të reja që të jenë në listën e mbyllur. Unë kam një këndvështrim komplet tjetër. Unë mendoj që pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë një për t'i bërë një transfuzion fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet të jenë aty. Ndërkohë që të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet të jenë në fushë. Për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste. Dhe kiheni parasysh që hyrja që bëra në fillim dhe nuk e them fare për të mikluar askënd, sepse e përsëris kjo është një zgjedhje e lirë dhe prandaj vendosa që të bëj këtë takim siç nuk e kam bërë asnjëherë më parë, sepse është shumë e rëndësishme që të gjithë të jenë të vetëdijshëm për logjikën e këtij procesi dhe të gjithë të jenë të vetëdijshëm për çai duhet sot atyre që do të kërkojnë votën. Nuk i duhet atyre që do të kërkojnë votën sot një skuadër që nuk reflekton se çfarë duan ata. Ata nuk duan thjesht një skuadër që të mbështetet tek eksperjenca dhe ndërkohë që të mos u thot asgjë atyre që janë ndjerë të lënë mënjan me drejt pa drejt, që janë ndjerë të pamundësi për të bërë pjesë e përfaqësisë së Partisë Socialiste, apo që ndjehen komplet pa lidhje me figurat me të cilat janë mësuar. Ne duan figura të reja. Qoftë dhe për kaq. Kjo është shumë e rëndësishme dhe nëse ka një gjë që ne na ka mbajtur gjithmonë në kal, është se kemi pasur gjithmonë kapacitetin të ndryshojmë, pa pritur që të na hedhin njerëzit në kosh, siç na hodhën në 2005, që pastaj ne të fillojmë ndryshojmë. Që nga 2009 dhe deri më sot ne kemi vazhduar të ndryshojmë dhe kjo ka qenë dhe kjo është ADN-ja e Partisë Socialiste. Kështu që kjo është pak a shumë ajo që doja të ndaja me ju. Kiheni parasysh që për peshën e madhe që kanë të zgjedhje, unë mendoj dhe besoj që pavarësisht në skuadrën e deputetëve ose jo, të gjitha ata që janë këtu në këtë sallë, nën këtë çati, po them jo thjesht janë këtu të pranishëm se mund të ketë një gjë mungon, i duhen mandatit tjetër të Partisë Socialiste. Dhe është për një ditë tjetër skema e re që do të ketë qeveria e Partisë Socialiste. Po është për një ditë tjetër. Kështu që ju falenderoj shumë për vëmendjen edhe për durimin, edhe shpresoj që të kem qenë i qartë në këto që ju thash. Procesin jemi
duke e përmbyllur me drejtuesit politike dhe besoj që përpara fatit do ta konkretizojmë që t'jetë sa më i plot dhe që të kemi një pamje sa më të plot në prezantimin që do t'i bëjmë publikut. Shumë faleminderit.